Olga Plumbi, gruaja që shkroi me zemër dhe luftoi me ndërgjegje. Olga Plumbi, 1898-1984, ishte një feministe, aktiviste dhe politikane shqiptare. Ajo u zgjodh deputete në Parlamentin Shqiptar në vitin 1945 dhe njihet si një nga përfaqësueset më të hershme dhe të rëndësishme të lëvizjes feministe në Shqipëri. Përmes veprimtarisë së saj politike dhe shoqërore, ajo kontribuoi në mënyrë të veçantë për përparimin e të drejtave të grave dhe për fuqizimin e rolit të tyre në jetën publike. Olga Plumbi, e njohur edhe me pseudonimin letrar Shpresa, lindi në vitin 1898 në fshatin Lupsk të Përmetit, në një periudhë të trazuar për Shqipërinë. Kur vendi përpiqej të çlirohej nga sundimi osman dhe të ndërtonte një shtet të pavarur. Që në rini, Olga u përball me sfida të mëdha personale. Humbja e bashkëshortit në moshë të re e detyroi të marrë një vendim të guximshëm, të emigrojë drejt vendeve perëndimore për të punuar dhe për të siguruar jetesën e familjes së saj. Kjo përvojë e dhimbshme, por edhe formuese, do të ndikonte thellësisht në formimin e saj si grua e fortë, e pavarur dhe me ndjeshmëri të thellë ndaj padrejtësive shoqërore, veçanërisht atyre që përjetonin gratë shqiptare. Pas një periudhe të gjatë pune dhe qëndrimi jashtë vendit, ajo u kthye në Shqipëri dhe ju përkushtua veprimtarisë letrare dhe shoqërore. Gjatë viteve 1936-1937, ajo shkroi në gazetën progresiste Bota e Re, për krah figurave të njohura të letërsisë dhe mendimit kritik shqiptar, si Migjeni dhe Selim Shpuza. Shkrimet e saj trajtonin çështje sociale, pabarazinë gjinore, gjendjen e vështirë të grave shqiptare dhe domosdoshmërinë për një emancipim të thellë kulturor e shoqëror të vendit. Me një gjuhë të thjeshtë, por të drejtë për drejtë dhe të ndjerë, ajo i dha zë një gjysmë të harruar të shoqërisë. Gjatë luftës së dytë botërore, Olga Plumbi u përfshi në lëvizjen antifashiste nacional qlirimtare, duke qenë një ndër gratë më aktive në rezistencën ndaj pushtimit fashist. Ajo u zgjodh në krye të Këshillit Antifashist të Gruas së Shqipërisë, një strukturë kyçe që mobilizonte gratë në ndihmë të luftës, por edhe për t'i ndërgjegjësuar për rolin e tyre në ndërtimin e një shoqërie të re, të barabartë dhe të drejtë. Pas çlirimit, në zgjedhjet e para popullore të vitit 1945, Olga Plumbi u zgjodh deputete në Parlamentin Popullor, duke u renditur si gruaja e dytë më e votuar në vend, menjëherë pas Enver Hoxhës. Ky ishte një moment kulmor në jetën e saj publike dhe një dëshmi e besimit që gëzonte mes njerëzve, veçanërisht grave, që e shihnin si simbol të përkushtimit, guximit dhe përfaqësimit të denjë. Megjithatë, suksesi i saj politik nuk zgjati. Së shpejti ajo u largua nga pozitat drejtuese dhe u anashkalua nga jeta politike aktive, për arsye që nuk u bën kurrë plotësisht publike, por që besohet se lidhen me rrymat e brendshme politike dhe qëndrimet e saj të pavarura. Edhe pse e zhveshur nga pushteti, ajo nuk u tërhoq nga jeta intelektuale dhe nuk e ndali kurrë zërin e saj për barazi dhe drejtësi. Në vitet në vijim, Olga Plumbi u angazhua në mënyrë aktive në shkrimin dhe publikimin e artikujve, eseve dhe reflektimeve mbi rolin e gruas, duke promovuar me këmbëngulje feminizmin, barazinë gjinore dhe rëndësinë e arsimimit të vajzave shqiptare. Ajo ishte një ndër zërat më të hershëm që kërkonte me forcë që gratë të mos përfaqësoheshin thjesht si ndihmëse apo dekor në jetën publike, por si aktore të plota dhe të barabarta në çdo fushë të jetës. Olga Plumbi u nda nga jeta në vitin 1984, por trashëgimia e saj intelektuale, letrare dhe politike mbetet një gurthemeli në historinë e lëvizjes feministe shqiptare. Ajo ishte dhe mbetet një figurë që dëshmoi se nuk ka kohë të gabuar për të thënë të vërtetën, për të luftuar për drejtësi dhe për të ngritur zërin në emër të atyre që nuk dëgjohen.